Pse është obligim me u bind profetëve? Ose pse duhet me u bind profetëve? Se nëpërmjet ndjekjes dhe përcjelljes dhe pasimit të profetëve të erun fe. Domthonë është e pamundur të kesh fe pa ndjekjen e profetëve. Është e pamundur. Ndaj, nëse Islami e ka objektiv të madh ruajtjen e fesë, atëherë i bie që për me realizu këtë do ashtën me pasën profet. Dhe falë Allah, domthonë ka pas profet dhe Allah e ka rujtë domthonë profetësinë e tyre, saktësisht trashëgimin e tyre, domthonë do të mund ndjek mësimet, porositë, urdhnesat e tyre, edhe me jetu me trashëgimin e profetëve dhe me platformën e tyre profetike. Kështu që për me mujt me pas mundësi, në rastin tonë si umeti i fundit, për me pas mundësi me jetu me proklamatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me pas mundësi me jetu me burimet e fesë, me Kur'anin dhe Sunetin, atëherë i bie që duhet me pas ndodhur diçka tjetër, që është garancioni i shpalljes. Saktësisht thot Allah subhana, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kena zbrit Kur'anin dhe na kena me rujt. Ne e kena zbrit Kur'anin dhe na kena rujt. Çka është intenca e ruajtjes së Kur'anit? Intenca e ruajtjes së Kur'anit është pikërisht rujtja e fesë. Domthonë ti për me rujt fen tonë duhet me pas libër hyjnor të ruajtur. Ti për me mujt me nejt sakt në vijen e fesë duhet me pas një libër hyjnor të pandryshum, të pa falsifikum. Që Allah e ka garantu ruajtjen e Kur'anit pikërisht me ta rujt fen. Pikërisht që me ta rujt fen. Për arsye domethënë ka asi kërcënime, asi mallkime, asi paralemrime nëse dikush tenton me prekën shenjtrinë e librave të shenjtë dhe me shtu ose me paku. Edhe madje është domosdoshmë prej temave bazike në fe, që nëse dikush fjala bie nuk e pranon shpallin, nëse tenton me ndryshu diçka, domethënë ai del edhe prej fesë. Pse kjo? Sepse duhet me rujt feja. Dhe çish ruhet feja, ruhet duke ruajtur domethënë shpalljen. Apo a mjafton vetëm rujtja e Kuranit? Thot Allah subhanahu wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ne ty të kena zbrit Kur'anin dhe ty të kena dërgu me u shpjegu njerëzve Kur'anin. Ty o Muhammed të kena dërgu me u shpjegu njerëzve Kur'anin. Që i bie, nëse për me majt na fen, për me rujt na fen, për me rujt fetarin, na u duhesh ka Kur'ani, atëherë sipas këtij ajeti na u duhesh ka edhe shpjeguesi i Kur'anit. Atëherë kush është shpjeguesi i Kur'anit? Shpjeguesi i Kur'anit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Saktësisht është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i bie që kur thot Allah subhanahu wa taala, na e kena zbrit Kur'anin dhe na e ruajm, atë ruajtja e Kur'anit çysh mund të kuptu nëse nuk është ruajtur shpjegimi i Kur'anit. Dhe rrjedhimisht i bie që është ruajtur suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo vetëm kaq. Për me na rujt Allahu neve fen, edhe fetarin, edhe botkuptimet e tona fetare, ka garantuar edhe një diçka tjetër, jo vetëm që ka garantuar me rujt Kur'anin dhe suneti. Ka garantuar që edhe profeti mos me gabut përderisa ka qenë gjallë. Thot Allah subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja. Domethënë profeti nuk flet nga hamendja. Çka do që ai flet, dëfton, kumton, atë e ka prej shpalljes, e ka prej frymëzimit hyjnor që jep Allah subhanahu wa taala. Kështu që neve Allah subhanahu wa taala na i ka dërguar profetët, na i ka shpallën librat, na i ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na i ka rujt sunetin. Dhe këtë kjo ka ndodhur pse? Se objektive madhe fejes, objektive madhe ligjvënësit absolut Allahu te barekuhu teala është pikërisht ruajtja e fesë dhe fetarisë.